Madje mos harrojmë edhe këtë tjetrën, ju përmendët faktikisht pjesën e statistikave në perëndim ku shumica të rinjve besojnë. Pra, pakica e tyre janë ateist ose nuk duan të besojnë e kështu me radhë. Shumica besojnë, por thjesht nuk e shikojnë Zotin si pjesë të rëndësishme në jetën e tyre, ose Zoti nuk ka rol në jetën e tyre dhe nuk ka pse të ketë rol në jetën e tyre. Kështu e mendojnë ata. Dhe erdhën në statistikat tona që elhamdulillah rinia shqiptare në dy anët e kufirit është ai rini që e beson me shumicë, pra e beson Zotin, madje 62% e kësaj rinie mendojnë se Zoti është i rëndësishëm në jetën e tyre. Është i rëndësishëm në jetën e tyre vetëm në aspektin teorik të besimit. Jo, duhet të jetë në aspektin e praktikës. Dhe këtu fillon dhe sfida. Përse nga një anë po investohet fuqishëm që njerëzit mos shkojnë drejt praktikës. Nëse beson, je i lirë. Mendojnë që besimi është hyn te drejtat e njerëzit, por le të jetë individuale, le të jetë shpirtërore, le të jetë diçka e brendshme, nuk është e nevojshme të shfaqet. Jo, të drejtat e njerëzit mua më garantojnë besimin e brendshëm dhe manifestimin me vepra të jashtme. Të drejtat e njeriut duhet të jenë në të gjitha dimensionet e veta, por rreziku ku është? Është rreziku sepse vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ju do të ndiqni rrugën, metodat, metodologjinë e popujve që ishin përpara jush, të cilët vepruan domethënë punë të ndryshme dhe ju do të shkoni të ndiqni ata, thot hap pas hapi, pra pëllon pas pëllombe dhe krah pas krahu, ne i themi në gjuhën shqipe, hap pas hapi. Dhe nëse ata do të futen, do të shkojnë në strofullën e hardhucës së shkretëtirës, aty do t'i ndiqnit. Shiko, strofulla e një hardhuce e cila jeton në shkretëtirë, jo hardhucët e qytetit, jo hardhucët jo të shkretëtirës. Po shkretëtira çfarë vlere ka? Vetë fjala shkretëtirë do të thotë nuk është, domethënë, është jashtë sistemit tjetër, është vendi shkret, shkretir. Mirë po, nëse ata do të bëjnë pra gjëra të padobishme, nëse ata bëjnë punë të kota, nëse ata merren me veprimtari jo të vyera, jo me vlera, pa virtyte, edhe aty do të shkoni dhe të imitoni. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe fjala profetike është diçka që lidhet me vërtetësinë profetike dhe ashtu do të ndodh. Prandaj dhe shikojmë sot që muslimanët janë ata cilët imitojnë perëndimorët.